Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues Report Televizion, unë jam Dasara, ky është Evi dhe ky është Ildi. Të dy bashkë janë vëllezër dhe kanë bërë këtë këngën që do ndiqni në këto momente. Ajo për gëdhelet si me kam ja Salut si nga Kina Hey baby how Love the way she moving up and down She looks like a queen shiny with the crown Ajo nuk me e bo një foto Edhe nisa mu me ma ba follow Tira ka ras që që holon Telefon njëra më von Livi dhe ke mosta Jeta si kur bosa Fem në rreth e qartë duke turit me për koka Turit me për koka Turit me për koka Ti shmend i shpërlum thire manjak Le ma dorë trupit të son dhe fakta Le ma dorë trupit të son dhe fakta Tire Shakira, ose Rihanna I ka të tëra I ka të tëra Nga Maldive, Elin Havana Tire lidhel mama Tire lidhel mama Tire Shakira, ose Rihanna I ka të tëra I ka të tëra Maldive, Elin Havana Tira lidha l-mama Tira lidha l-mama Demit gal pretendimet I këtë dhaja Thoba jo të perfekt e theri Himalaja Ajo po të luks, do me gjujt ma një trus Me një kejt I ka hu pare, I ka hek trut Po të shopping thyre Nga parisi mëne Se që ndo tha jo s'do me dit Verës një Ibiza e Madrid Okej, qika më do mu lak, qika më do mu kall Qika pime që që kur I shep qunat në dat Ajo do me bli crack, do mu get shack Ropat get swag, do mu duke pussycat, no Do mu duke pussycat, no Tire Shakira, ose Rihanna I ka të tëra I ka të tëra Nga Maldive, Elin Havana Tire lidha l-mama Tire lidha l-mama Tire Shakira, ose Rihanna I ka të tëra I ka të tëra Nga Maldive, Elin Havana Tire lidha l-mama Tire lidha l-mama Çuna në rast të parë si ju erdhi ideja që të bëni këtë këngë? Atëherë, ideja ishte e përbashkët, normalisht jam dakord të dyja palët si unë si Evi, domethënë me që jemi dhe vëllezër. Normalisht donin diçka ndryshe për veten, donin të arrin diçka, objektivat ishin qarta. Kënga ishte synimi jon, çuç në fëmijëri, normalisht I imi edhe I Evit bashk. Dhe realizuam këtë projekt, domethënë bashkë me vllajën donim që të nxjerrëshim një klip në treg, edhe me të njëjtin mendim. Dhe Nxorë. Shumë bukur. Kush e ka për tekstin? Teksti është imi. Sa vjeç jeni ju? Unë jam 17, ndërsa unë jam 22. Punon ti? Jo, aktualisht jo. Asti. Jo. Ku I keni gjetur juve legët që keni bërë gjitha videoklip? Keni paguar gocat, luksin, makinat etj. Tani familja është kryesorja, të cilën na ka mbështetur. Dhe për këtë përgëzojmë shumë dhe jemi falenderojmë shumë. Atëherë,
personi kryesor që na ka mbështet edhe familja gjithashtu, po edhe personi kryesor që na ka mbështet ishte burri i hallës, Ylli, Tafanin, cilin e përshëndesim, një pestar i familjes normalisht, i cili vui re diçka më ndryshe se të tjerët, edhe se babi se mami, me thënë drejtën, edhe vendosin që ta sponsorizon dhe me thënë na jepte një dorë për të ngritur. Normalisht gjithmonë me qëllimin e mirë, gjithmonë aktualisht është dhe menaxheri jon, i cili po na menaxhon në këtë moment. Kush është menaxher? Menaxheri jonë është burri i hallës, siç e tha dhe Ildi. Po, gjithmonë muhabet familje. Okej. Shiko tani. Më tregoni një gjë. Kënga ju pëlqen? Po, Dëgjoni ju pëlqen? po, kjo nisim edhe nga parapëlqime dhe nga mendimet që Lëri mendimet e të tjerëve, se të tjerët ndonjëherë ju bëjnë dhe qefin. Juve ju pëlqen? personalisht po. Edhe mua normalisht më bën ndjem krenar sepse duke qenë dhe vetë ai që kam shkruar tekstin, normalisht është një projekt i imi dhe më bën që ndjem krenar për atë projekt dhe më pëlqen. Me thënë drejtën. Po ku shikoni videoklipet e tjera për shembull? Si e shikoni veten, sepse jeni përballë një tregu të vështirë, sidomos për këtë muzikore, sepse sot muzikë e tillë kanë fjalën për R&B, e kanë fjalën për hip hop. Është një rrymë që deri dje ishte më shumë e përhapur në Kosovë, tani është shumë e përhapur dhe në modë edhe në Shqipëri. Keni përpara emra si Ghetto Jay-Z që është ikon, është mbreti i kësaj pune. Më falni, është edhe Noizi, po se konsideroj mbretin atë, po kjo është muhabet tjetër. Keni Majkun, keni nuk e di, emra ka plot dhe tregu është shumë i vështirë çuna. Tregu është i përmblushur plot për plot, por ne gjithmonë mundohemi me nxjerr më të mirë dhe me nxjerr më pa talent. Doni që keni nxjerr më të mirë me këtë këngë? Me këtë këngë jo, është minimalisht e jon, por me këngët tjera mundohemi që të shprehim akoma më shumë. Normalisht dëshara siç e the edhe ti, tregu është i vështirë, por ne kemi diçka. Unë me besimin vetë edhe Evi gjithashtu, s'besoj se i trajmë shumë konkurrencës. Mjafton vetëm besimin vetvete apo duhet edhe ca talent? Talent normalisht që duhet talent, po është i shprehje kineze që 99% punë, 1% talent. Po unë i bazohem dhe talent. Jo, duhet më shumë se 1% talent dhe shumë punë patjetër. Okej, normalisht me punën, domethënë gjesa jemi vënë kësaj gjaje dhe normalisht duam si unë, si Evi që të arrijmë diku, të jemi dikush në jetë. Normalisht që do punojmë fort. Doni që kjo është rruga patjetër? Të qenë dikushin e një? Ka shumë mënyra. Doni juve. Jo, ka shumë mënyra, por duke ndjekur pasionin, duke ndjekur ëndrat për neve, besoj se është kjo. Zoti para dhe në mbrapa, këtë rrugë do. Zoti para. Dgjoj, vura re disa gabime teknike te kënga, nuk do mërziteni tani, unë do ju bëj disa po themi jo kritika, po kritika bashkë me pyetje brenda. Për shembull, ka një moment kënga ku juve këndoni me atë dialektin e Kosovës ose me dialektin e Veriut, vendoseni si doni, jeni nga Elbasani ndërkohë. Dhe në këtë tekst ka disa gabime të tipit mbas dialektit verior keni të tëra dhe nuk thoni krejt për shembull, po të tëra. Pra ka një lëmsh pak aty brenda të. Domethënë pjesa e refrenit është i ka të tana. Nuk është i të tëra. I ka të tana. Pak a shumë gegërishtja është edhe pak Elbasan li she, nëse mund ta themi, sepse të tana thon veriorët, të tana thon dhe Elbasanlit pura flasin. Normal. Okej. Unë kisha përshtypjen që ju thoni të tëra nga ajo që jo, tash do ta dëgjoj pak. Të tana thon se e dëgjoj dhe ai. Tire Shakira, useri hana, i ka të tëra, ka Maldive, edin Havana, tire li del mama, tire Shakira, useri hana, i ka të tëra, Nesa, një detaj tjetër që vura re unë tek videoklipi juaj është ajo karrigja tipike që përdor getoari, edhe që e keni futur dhe juve në atë kuptimin e mbretit. Jo, Ose absolutisht. është një çik pa fantazisë e kopjuar? Jo, nuk ishte kopim. Normalisht në ambientin që ne u ndodhem që kemi xhiruar videoklipin, pjesa e klubit, domethënë ishte ndodhesh dhe karriga. Pse jo mos ta shfrytëzonim? Nuk ishte S'është nisur fare nga pjesa e getoarit, po thjesht moment i bukur dhe një pjesë e bukur e Enzo. Tani 17 vjeç juve, është normale që jeni videoklip aty me alkool, me femra, me nomizi,
Tash kjo është jeta. Më thëmë që jeta moderne kështu sillet si rinia, këto janë të parapëlqyeshme për rinin. Dhe pse jo edhe klipi që të janë dhe pak ekstravagant, duhet shfutur të tëra. S'keni futur sa gjëra që nuk janë ekstravagante, por që janë përdorur pak nga Jo, s'është gjë që është futur. klabi, femrat, shampanja. Sa nëse mund ta shtojmë këtë, domethënë është pjesa që gjithë reperat pothuajse kanë qef me tregu pak çfarë kanë. Edhe ajo pak a shumë është dhe jeta jonë reale. Nuk ka se ka diçka ndryshe dhe ne po tregojmë diçka ndryshe. Kjo është jeta reale që bëja. Jeni të ngopur nga kjo jetë që bëni, ju pëlqen? Na pëlqen. Normalisht Derisa jetojmë dhe pëlqejmë. dhe ka diçka që na pëlqen kjo ajo jetë. Sepse nuk po themi që jemi Aq të stërmadhuar që e bëjmë çdo ditë e bëjmë monotone apo thjesht momentet e saktuara janë momentet e tilla. Kë keni idhull nga këta që ju pëlqen më shumë? Idhu Dhe doni? është Eminemi. nga botërore, domethënë që dhe bazohem është Lil Wayne. Shqiptarët? Apo s'keni nga këta? Tarët Doni të sfidoni të gjithë. Jo. absolutisht nuk ka sfidë. Normalisht jemi gjithë për një qëllim, secili ka domethënë atë Akoma më mirë që dalin sa më shumë talent që të njihet Shqipëria se më mirë. absolutisht edhe për mua kjo është. Që normalisht siç e thash, nuk i Gjithë ato nuk përmendet një emër. jo, s'ka emra. Emra nuk përmendim sepse kemi pak a shumë janë gjithë kolegë, nëse mund t'i quajnë. Si ju keni bërë një videoklip dhe mendoni që ata janë kolegët tuaj, ju mendoni që mjafton një videoklip që ata të janë kolegët tuaj? Absolutisht do Sara, ne jemi plane akoma, po vazhdojmë me projektet e reja, të cilat do vinë shumë shpejt, si do jetë dhe pjesëmarrja jonë në Shkodra Fest, kënga e cila është regjistruar dje. Kjo nuk ju bën juve që ju t'jeni kolegë me ata. Jo, koleg Pastaj ç'ne në Shkodra Fest kur ju jeni nga Elbasani? po pjesëmarrja më shumë e evenimente nga na shtyn më përpara, na motivon më shumë për të E marr vesh, po ç'lidhje ka që është një festival i Shkodrës dhe juve niseni nga Elbasani në një festival që është për Shkodrën dhe i Shkodrës. Atëherë, Shkodra Fest është vetëm emri. Aty po marrin pjesë shumë artistë të afirmuar, si nga Tirana, nga Elbasani, nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, dhe normalisht që pse jo, një eksperiencë e re edhe për neve për të pasur tjetër emër, pse jo edhe për tjetër reputacion. Që t'jemi dikush. e njëjta mendim dhe për mua. Mirë, qartë, këtë njëtin mendim. Shiko tani. Dua të kuptoj një gjë. Me kë mendoni ju se jeni kolegë nga këta gjë? Pse mendoni që jeni kolegë dhe ju a bëra edhe një herë këtë pyetjen, mendoni ju se mjafton një videoklip për të qenë kolegë me ca artistë të cilët kanë investuar 20 vjet aty brenda? Jo, koleg nuk mund t'i thuash sepse je akoma poshtë, por me projektet që mund zjerësh, me njohje të reja, me shoqëri e me të gjitha, mund t'i quash koleg. Në një farë mënyre. Ka shoqëria me kolegun, se kuptoj. Po, për shkak Ti krijon shoqëri me ata dhe i bëhet kolegu jot. Jo, nuk funksionon kështu. nuk funksionon kështu. Një shok, një mik, Se qesh ti po tash dhe ju ngacmoj ose? Vetë deshët që t'ju fusja ndorë dhe unë ju futa ndorë. Atëherë Dasar, ishte pjesa e kolegun, nëse mund ta quajmë koleg, sepse aktualisht ne jemi akoma të ri, kemi nevojë, duhet të thënë kjo, kemi nevojë për mbështetjen e çdo pjesëtarit të stradës shqiptare, sepse siç e kanë thënë dhe vetë ata që ne i mbështesim, ndihmojmë rinin, ndihmojmë ata që kanë plane në muzikë, dhe normalisht nuk tani për momentin ne nuk mund të quajmë koleg. Qofse u shpreha unë gabim, nuk kemi koleg. Aktualisht nuk kemi koleg. Jo se doja që ta pranonit këtë gjë se më vinte inat. Pranon. Jo inat, po nuk përderisa futesh në një bashkësi artist, edhe pse të ri. ku futet të këtë, më fal, si u futet i Evi të kjo bashkësi e artistëve? Mendon që mjafton një videoklip për të futur në këtë bashkësi? Nuk mjafton. Nëse ne kemi realizuar 4 ose 5 projekte të tilla, As 4 ose 5, se mund të krijoni edhe 445 të mos pëlqehen nga askush dhe ju të vazhdoni të rrini aty. Lesesim me këtë parim. Reparimin, fakti, po mund të ndodhi kështu. Kjo mund të ndodhi. Unë kam filluar punë 17 vjeç dhe u bëra publike me programin tim 31 vjeçe. Do me thënë që investova gjithë ato vite të jetës time, por nuk më njihte asnjëri. Kjo mund të ndodhi dhe me ju. Së çudi. Çdo gjë pritet në jetë. Tash do. Kështu që më duket pak e shpejt që ti një 17 vjeçar, vllai jot është 22 vjeç, të pretendoni që emra të mëdhenj të muzikës të jenë kolegët tuaj. jo, absolutisht, ta thash dhe ja, nuk mund t'i quajmë koleg. Por mund t'i quajmë që, domethënë, jemi të njëjtës rrymë.
nëse mund ta quajmë aktualisht kolegja. Çfarë keni bërë juve më përpara? Do të thënë keni studiu muzika gjë apo hiç ishte ky qefi? Jo, atëherë muzika. Po muzika gjë. Jo, absolutisht. Unë përkundër jam shkollë për teknik laboratori, laborant analizash në vitin e 3. Unë jam në gjimnaz vitin e 2 dhe për muzikën nuk mund të flas shumë sepse Ildi është marrë më shumë dhe duke gjuar Ildin, duke shikuar Ildin, edhe pse jo që të futesh edhe kësaj rruge, meqense se Ildi po më ndihmonte dhe më përkarte shumë, dhe unë mendova t'ju futesh kësaj rruge. Shukot me që ta. Okej, mirë. Çuna, ku ndërroni të shkoni? Si? Aktualisht duhet shumë punë për të ngjitur aty ku ne mendojmë, por siç e tha dhe Evi, Zoti para ne mbrapa besoj se do shkoj diku. Ëndrat janë shumë dhaja. Ëndra të shikoj që i ke të mdhaja dhe më duket sikur i ke më të mdhaja ti se Evi në kuptimin që je bërë ti shkak që keni bërë këtë këngën bashkë. Okej. Jo, nuk ishte shkaku. Tani të pëlqeu ty. Për këtë këngë të pëlqeu. Jo, nuk ishte shkaku Ildi, po sepse edhe në një farë mënyrë më pëlqen edhe vetë që të merresh edhe me muzikë. Por Pëlqente se pse jo, se kështu dhe që parë, pse jo? se jo që mos merresha. Rri që rrithu, futaj konga. Jo, përgjigju. Po nuk është kështu, po Si është? në fakt mënyrën pëlqente me u marrë me muzikë. Qëndë që të nxirrja diçka më pa, edhe pse jo. Edhe pse talenti, Të nxirje në pa çfarë? talentin Mendon që e ke talentin, kjo është e rëndësishme. përderisa Apo është çiksi shumë shpejt për ta vërtetuar, për ta përcaktuar. puna mirë duhet qysh fillim, po Në qoftë se puna mirë duket që është në fillim, kjo kënga i kishte ca problem. Normalisht kritika do ketë. Absolutisht që kritika do ketë. kritikat janë për herë edhe sikur të arrish Bi- maksimumin. Biles na bën mirë dhe kritikat. Ty të falenderoj që na i the pjesën. Jo, unë i them sepse me kështu mi kanë thënë dhe mua në moshën tuaj, nuk jam mërzitur, kam vazhduar për Falenderojmë sinqerisht. Nga gabimi normalisht që mëson diçka dhe ne do mundohemi që të sjellim më të mirën gjithmonë, do punojmë akoma më fort me projekte të reja, me gjëra të reja, që të vijmë akoma më mirë. Mirë, ju auroj, jeni akoma në fillim fare, po në fillim sidomos ky 17 vjeç është në fillim fare të udhëtimit, kështu që është e logjikshme që ju presin shumë sfida dhe unë ju uroj padyshim më të mirën. Drejt. Edhe më me këmbë në tokë do t'ju sugjeroja. Jo do ju kritikoja, se ju e dini më. Unë jam askush për t'ju kritikuar, po për të sugjeruar po. Jo, absolutisht. Me kam tokë domethënë që jemi. Domethënë, i lumt Xhaxhi Yllit që i dha këto legët, bravo i qoftë, por nuk mjafton Xhaxhi Yllit, duhet talente. Jo, absolutisht duhet talenti, normalisht që duhet talenti, përtesë përpara sepse gjithë ata që kanë ardhur deri këtu ku kanë ardhur, si emrat në muzikë, për shembull Stresi, Getuari ose Majku, gjithë talentët normalisht që kanë punuar fort për karrierën e tyre. Normalisht që dhe ne do punojmë fort dhe është në dorën e Zotit nëse ne do të arrijmë apo. Mirë, fjalëm Zotit dhe faleminderit. Ishte për mua ishte intervistë e këndshme, shpresoj që mos të ketë qenë e pakënaqshme. Gjithashtu dhe për ne ishte shumë e këndshme, falenderojmë pamas. Faleminderit. Suksese. Tire Shakira, useri hara I ka të tëra Kam Maldive, elin Havana Tire li del mama Tire li del mama Tire Shakira